Marsi në ujor nuk shfaqet me bujë, por me energji të thellë që sfidon zakonet dhe mendësitë e vjetra. Nuk është luftëtar tradicional, por rebel i mendjes, duke nxit veprime që ndryshojnë rregullat e lojës. Ai kërkon liri dhe hapësirë, duke vënë në dyshim sigurinë dhe rutinën e zakonshme. Dhuna ose kontrolli nuk shfaqen si shpërthime personale, por si transformime institucionale dhe kolektive. Këto ndikime shpesh shoqërohen me deklarata ideologjike, njoftime politike dhe lëvizje që kërkojnë përgjegjësi të plotë ose përplasje radikale. Më 19 shkurt, sekstili Mars Demeter i jep energji veprimit të qartë dhe publikut. Zemërimi dhe idetë marrin formë të dukshme duke shndruar në mesazhe dhe mobilizime që prekin njerëz dhe audienca të gjëra. Në plan personal, kjo periudhë sjell ndryshime në pamje, sjellje dhe rolet e përditshme. Me 22 shkurt, sekstili Mars Kiron nxjerr në palë lidhjet në të kaluara dhe kujtesën kolektive, duke kërkuar balancim mes rrënjëve historike dhe vullnetit të lirë. Ndërsa me 27 shkurt, katrori Mars Uran çliron tensione i papritur dhe shpesh me pasojë të forta, duke trazuar sigurinë dhe duke krijuar nevojën për një rikrijim të plotë. Ky është momenti kur veprimi shpesh i paraprin mendimin dhe lëvizjet bëhen të paparashikueshme. Kjo është periudha kur idetë nuk mjaftojnë më, ato kërkojnë veprim dhe nëse sillen çrregullim dhe sfidë për të gjithë.